Musa alayhis salam u rit në pallat të Firaunit. Ndërsa populli vet ishte në kasolle, edhe ishte populli më i nënshtruar dhe më i poshtërsuar në kohën e Firaunit. Musa alayhis salam kishte mujt me qëndru i qetë, kishte mujt me qenë i ndëgjueshëm, as kur dikush kritikon edhe kur do ti me bë diçka më të madhe, i shun ato ambicet e tua dhe ndalesh e qëndron, jeton me mbretin. Po Musa alayhis salam çka buni shi? Zgjodhi me dal. Se kishte obligim prej Zotit që mi nxjerr Benu Israilet prej Egjiptit dhe prej asoj torturës madhe që u bën te Firauni. Unë këtu do ta nxjerri vetëm një shkollë të shkurt. Nuk mund të je ti me qenë i pasur e krejt populli jot në shumicë dërmuese me qenë i varfër. S'munësh me qenë ti i lumtur kur populli jot është i stërvujtur. Do thonë ti s'munësh me qenë ti i drejt kur populli tan, do thonë i bëhet padrejtësi e madhe. Do thonë ne li me kuptu një çasti shumë drejt edhe shumë pa asnjë mjegull në këtë rast. Nuk mundesh me qenë ti njëri që ja dëshiron të mirën dikujt, ama nuk kontribon për të mirën e dikujt. S'mundesh me ja dash ti të mirën dikujt kur vetëm flet e veprat e tua e dëshmojnë kundërtën asaj që ti e thu. Do të thonë, ne li me qenë pak më të çastshëm kur e kuptojmë historinë e Musait alayhis salam. Ngjarja e Musait është e gjatë, shkurtimisht i tregojmë disa pika kyçe. Musa alayhis salam e bën ja vrasje që ishte pa dashje që shpjegon Allahu azza wa jall, pastaj edukimi i Musait alayhis salam që ishte në Medjen. Allahu azza wa jall e edukoi Musain alayhis salam me dy pika, me vetmi edhe me sprova. Çdo pejgamber Allahu azza wa jall e ka edukuar me sprova, por Musait alayhis salam ja shtoi edhe vetmin. E çoi në Medjen që pak të edukohet se si bari dhe pastaj të kthehet. Kur u kthyi Musai alayhis salam, Allahu azza wa jall Musait alayhis salam po jep obligimin e parë. Pasi që e dim që i ka pa 3 takime. I pari ka qenë për me çliru popullin e vet, i dyti takimi Allahut azza wa jall, objektiva e dytë që ka qenë me debatu me Firaunin, edhe objektiva e tretë që e shpjegon Allahu azza wa jall me ato 70 burra që ka shkuar tek Allahu azza wa jall, dhe që ato e kërkojnë me pa Allahun azza wa jall. Do të thonë, këto janë ato 3 misione që Allahu azza wa jall jep. Po në momentin kur Allahu azza wa jall, do të thonë, e urdhëron Musain që me shkuë, do të thonë në malin Sina, do të thonë turi Sina. Edhe Musa alayhis salam shkon në malin që e shesin një dritë, ne e dim, ka qenë, do të thonë, njerë shi, pastaj kur kalon, e që ketë, do të thonë, e paçt havaja, nuk ka shi. Në momentin kur takohet me Allahun azza wa jall, Allahu azza wa jall çka i thot? Fakhla'na alik. Do të thonë, heki nallet e tua edhe hajde. Musa alayhis salam po shkon tek kush? Po shkon tek Allahu azza wa jall, te ai i cili po jep obligime edhe po ja mirëmban jetën Musait alayhis salam. Kur shkojnë unë ty te Zoti shi? Do të thonë, në kuptimin e drejt fjalës, ne shkojmë te Allahu kur vdesim, edhe shkojmë me veprat e tona te Allahu. Po ditë për ditë kur shkojmë te Allahu azza wa jall? Ne shkojmë kur takohemi me Allahun azza wa jall në namaz. Kjo çësia që Musa i shkoi tek Allahu azza wa jall, neve na jep një çësie që edhe ne me shku te Allahu azza wa jall, po jo me shku te Allahu azza wa jall që me hek barën që mos më mendu se nuk e fala namazin acis që mos ta kem gajle. Pejgamberi alayhis salam për ta ndërlidh bashkë me historinë e Musait alayhis salam për takimin me Allahun azza wa jall. Kur kishte sprova pejgamberi alayhis salam çka bonte? Hynte në namaz. Ndërsa ne hym namaz për mos më mendu namazin. Do të thonë, ka dallim mu rahatu me namaz. Të lirë për ndonjë llogari tjetër. Shumë saktë. Ka dallim mu rahatu me namaz, edhe ka dallim mu rahatu prej namazit. Qysh e lexova një thënie që shumë më ka thellu në këtë aspekt që u mundosha të gjej argumente sheriatike, po kishte të bollshme. Nëse namazi jot, kontakti jot, çish është lidh Musa alayhis salam, nëse kontakti jot me Allahun, nëse namazi jot nuk arrin ty me të zgjidh problemet e jetës tane, çish pret namazi jot me të zgjidh problemet në ditën e gjykimit? Nëse namazi jot sot nuk bën ty mundje i lumtur me hyn xhenetin e kësaj bote që është lumturia e familjes tane, lumturia e shoqënisë tane, dashuria për të jetë, çish pret që ky namazi jot ti nesër me çti në xhenetin e Allahut azza wa jall. Do të thonë, kur e kuptojmë kontaktin e Musait me Zotin, e kuptojmë shumë drejt për drejt. Tash Musai e merr misionin që më shkuë edhe me bisedu me Firaunin edhe atë debatin e madh që e ka pasur me Firaunin. Para mendoje, një perandori e madhe, po vjen një njeri që ja kërkon Zotit edhe vllaun e vet që ta kresë si ndihmës, që dalin debatojnë me Firaunin. Edhe e dim si ndodh ngjarja, si kalon ngjarja, që një pikë është e rëndësishme mes debatit Musait edhe Firaunit, që edhe mjet djeg sa herë tregoj. Po. Firauni dashni mi thon Musa alayhis salam, o Musa, ti u kallzove bukshkelt. Unë ti dash të mira, unë të rrit ati në pallat, unë ti bon ati krejt, ti u bone shumë mos mirë njohës.
Po nuk është qëllimi që pejgamberi i Zotit ka qenë mos mirënjohës. Qëllimi i pejgamberit Zotit ka qenë ky urdhër i Zotit edhe vendimi i Zotit që ai morit aty. Pa i mbyt të fëmijët. Nuk ishte dëshira e Firaunit që ta mojë Musën, po ishte dëshira e gruas vet. Edhe Musa alayhis salam çka zgjodhi kur i tha mos mirënjohës. Kishte ditë faraoni se kishte mbyt. Po. Edhe në këtë rast kur i tha se ti je bukshkelt edhe s'po ma di vlerën se unë të kam rujt, Musa alayhis salam në këtë rast çka zgjodhi? E zgjodhi heshtjen për një arsye shumë të madhe. Unë këtë arsyen shumë të madhe du ta nxjerrim me një mësim që du ta kem për vete ta njëjtën. Kur dikush mundohet me t'i përmend të mirat, edhe ti ndahesh për atë, ndahesh me atë vllaun tan, me familjarin tan ose me dikant tjetër, për arsye madhore dinit të Allahut që ai pishkel parimet e dinit të Allahut, mos u mundo me arsyetu edhe me thonë që unë ndaj ta parate për ket. Nëse ndahesh me dikan për jetës tane, edhe ndahesh për qëllime të Allahut Azza wa Jall, që po të ndan ideali i Allahut Azza wa Jall, mos u mundo për shej edhe më arsyetu shumë njerëz. Kalojnë heshtje se ma let ti ki me kalu, edhe ma let ai ka me kalu. Se kur e kuptojmë një qasje, që këtune mendova në fillim ta them, po me përzgjedhje ta them te Musa alayhis salam. Por çka kanë punu pejgambert e Zotit? A kanë punu për ideal, a kanë punu për autoritet? Nëse kishin punu për autoritet, në momentin që janë dëbue, janë shajte, janë persekutue, pejgambert Zotit janë vraje, do thonë shumë ngjarje ne i dim se çka kanë ndodhur pejgamberëve të Zotit, ato kishin thënë, personali është prek edhe unë pela. Ato kanë punu për din të Allahit. Kjo i jep shkollë për neve si jo xhallarë dhe për ato që bojnë davet edhe që thirrën dhe që punojnë për davet. Kur të punojsh ti për dinin e Allahit, edhe kur ti je ti ai që i je misionar në dinin e Allahit, misionar në kuptimin e drejtë që ti thirr për paqe, për siguri, ti thirr për lojalitet, ti thirr për bamirësi, ti për sjellje, kur të shohësh ti si Hasan, apo unë si Hasan, apo ti si hoxhi dashur Talha, ose vllaznit që janë hoxhallar të tjerë, kur të shohën, nëse e merr ti edhe thu po shoh dini Allahit pse po shona unë, ta kuptoj se e ki gabim këtë qasje. Kur të shohësh ti, i shoh si individ. Kur të shoh dini Zotit ne prekmi. Do të thonë, nëse ti be marr këtë individuale, se ndonjëherë xhamati na keq interpreton edhe keq kupton kur e kena çastin që mundesh me bëu disa lëvizje të vogla, që ndoshta xhamati nuk i sheh se nuk i ka syzat e tuashi, nuk i ka syzat e hoxhallokut edhe nuk e sheh se ti i bën disa lëvizje të vogla për mi arrit do qëllime të mëdha, mendon hoxha i lishoj parimet, si ka lishu parimet. Edhe pejgambert Zotit kanë bëu lëvizje që ndoshta popullacia kanë dukur që edhe atyve që ndoshta i kanë besuar këto pejgamber kanë menduar që mos bëni gabim pejgamberi Zotit. S'ka bëu gabim. E ka bëu një taktik për me ecë shumë lart. E kur të themi te Musa alayhis salam, tash Musait pi vjen ai urdhri që mbas debatin me Firaunin, pi vjen urdhri që me dal me magjistar, që magjia ka qenë atëherë ato simbole që ka qenë gjarpni e tjerat kanë qenë, do thonë si lloj zotrave, shumë e zhvilluar ka qenë si magji. Edhe Allahu Azza wa Jall çka pi ban Musait alayhis salam, që kjo është ai podiumi që ndoshta ka qenë debati edhe mposhtja më e madhe e Firaunit, që me pasdit Firaunin këtë rast, se ai me tjetrin, s'po më kujtohet emrin, krahun e djathtë dhe me gruan e tij, në kohën kur e bën debatin me magjistart, Allahu Azza wa Jalla për shumë Kur'an, emri i Allahu alem, kur e bën debatin, tash po vjen puna që janë krejt magjistart me njën, Musa alayhis salam me Harunin. Para mendoni 10.000 magjistar me njën, në këtë anën tjetër është veç Musa me Harunin. Edhe me një pjesë të teatrit ka hip Firauni, gruaja e tij edhe ai atë cili s'po na kujtohet emri. Edhe këto e bëjmë plan në moment që nëse Musa'in e mposhtin e kena me vrarë më një herë Musa'in. Po Musa alayhis salam çka i ndodh? Jo vetëm që Allahu Azza wa Jall e bën që ajo mrekullia, mucizja aty që mi hang krejt magjit atyve, po e bën Allahu Azza wa Jall që krejt që të magjistarë me pranu dinin e Allahit. E jo t'ja shej, qështu e kena një mësim tjetër. Ne lip me kuptu pak ma ndryshe dinin edhe, ne lip me kuptu pak ma ndryshe, jo ato bazat e Allahut Azza wa Jall, po bot kuptimin tonë se qyshe shpjegojmë dinin e Allahut Azza wa Jall. Nëse i e në mas, edhe të ndodhë që krejt propaganda bot kundër teje, propaganda e madhe kundër një hoxhe, ta di se nëse i e me drejten, edhe i e me lojalitetin, edhe i e me parimet e Allahut, edhe i e me drejtësien, vallahi Allahu Azza wa Jall ka me ta mundësu që edhe kur krejt janë kundër teje, krejt mediat po të sulmojnë ty, Allahu Azza wa Jall ka me qitë në selamet.